leta një gjojnë gjithë Shqipëria, e di që kam kërku si kushdo tjetër një pension, dhe e kanë aprovu ato, nuk e kam ashtu, që e ka ai që është kryeministri i Shqipërisë, e ka përpara, është një 2 vjet, si duket e shef emrin e të mirit, po, si duket si bën përshtypje. Dhe sigurisht kam edhe një tjetër propozim, jo se kam kërku unë, po që është institucionit tim ku kam punuar 32 vjet, 2 vjet presidencë që ka propozu ato, jo unë, për nderi kombit. Ato letrat, majni pini longën. Unë s'merrem me letrat, s'mi interesojnë fare. Unë i kam de facto gjërat, janë të dokumentuara, por nuk ju falet. 9 vjeç kam marrë ato që i thojnë meritat, turdokitet më të mëdha të atet me gjeni i kam marrë prej qysh fëmijë. Dhe kam marrë satisfaksionet që rrallë muzikant ka pas fat tiket, kam bashkëpunime me tanë kompozitorë shqiptarë mrem dhe me instrumentistat dhe jashtë. Kush nuk ka qef të marrë një dekorat ose një çmim? Më thoni ka në një, ja. Por, mënyra se si i bëjnë këto që duhet të lëpihesh dikur që të kesh edhe këte lumturi, për fatkeq natyra jeme nuk e bën dot. Kam punu për Enver Hoxhën, kam punu jashtë, kam dalë qysh 81 sa e talentit tem, kam dalë jashtë, kam ba muzikë, ashtu kam qenë i gatuar me atë. Unë, sot e 1 vjet, nuk jep vot tyre. Jep me krahun demokratik. Ndonë se mund kem mendime shumë mira për shumë personalitete, mendimin tim si artist. Pse e thejet mirë? Do ta them, që ta din mirë që është e drejta ime personale dhe mos ngatroj një mirin politikisht me atë që që i bëj thjerrje dhe atyre ta kuptojnë drejt të gjithë. Por te unë s'ka për 9 herë që të votoj për ata.